Andoel, unë këtë duar trokitje dua të ta jap për faktin që ke këmbgulur fort për të ndjekur ëndrrën tënde, edhe pse ndoshta kushtet nuk ishin të duhurat, por je shembulli adekuat i një djali që Zoti ka dhuruar talentin dhe gjithë pjesën tjetër ai e ka bërë. Je shembulli i faktit që momenti një ditë do të vi. Ti ke besuar të kjo fjalë, edhe dua që sonte pikërisht këtë t'ja përçojmë çdo të riu që njësoj si ti të besoj që momenti gjithmonë vjen herë ta vonë. Rruga, Luana, me thonë drejtën, rrugët janë vështira, bryllat janë goxha të mëdhej, por që asnjëherë nuk duhet harrohet qëllimi. Edhe, me thonë drejtën, e kam pasi e shoh jetën sikur t'isha shofer i një makine, pra makina është jeta ime që unë vazhdoj për me shku në destinacion dhe kur asnjëherë nuk harroj se nga ka morë duke po jo duke kthy kokën brapa, por tjerë duke po në pasqyra. Bukur. Te klipi yt ke folur për familjen tënde të madhe, por sidomos shumë vlerësuar për gratë e rëndësishme të jetës tënde. Unë dua të ndalem tek Kleja si fillim, e motej tek pjesa tjetër e pandashme e shpirtit tënd, duke qenë se ke treguar në këtë rrugtim dhe jo më larg se puntatën e kaluar e patëm shumë në dukje, ndaj do doja të dija më shumë rreth raportit tuaj. Çfarë do i thoje ti sonte live, rreth suportit të saj? Me thonë drejtën, ka 2 vjet e ca muaj që ne jemi në një lidhje, për mu ka qenë bekim sepse ka në një fazë të vështirë të jetës, dhe disa njerëz t'i qonë Zoti enkas, edhe që të të mbështesin edhe të le të themi të të shoqërojnë gjatë gjithë rrugtimit tënë. Unë e falenderoj dhe e falenderoj Zotin që e kam krah një herë, një njeri si Kleja, dhe patjetër dhe për familjen që unë kam, edhe pse unë jam rrit me femër në shtëpi, dhe gjithmonë është bekim i madh kur Zoti të jep persona të tillë si Kleja. Mua më vjen shumë mirë teksa dëgjoj kështu një djalë, e në fakt ajo sonte ka dërguar diçka për ty. E dëgjojmë bashkë. Andoeli im, jam krenare për ty. Jam e lumtur që të gjithë kanë mundur të njohin, përveç artistit që je, edhe atë shpirtin e bukur që ke brenda. Ti je bekim për personat që kanë mundësinë të kenë pranë. Vazhdo, i vetvetja, shijo çdo moment dhe dije se të mbështes në çdo hap dhe do jem suportuesja jote numër 1 gjithmonë. Zemra ime është e qetë kur e di se çfarë ndjen dhe kush je ti. Më mungon çdo moment me ty, çdo çmenduri e jotja dhe mezi pres të takoj e të vazhdojmë aventurat tona bashk, po do duroj edhe pak se të pres me fitore drita ime. Uroj me zemër që kjo eksperiencë të jetë një bekim i madh për ty dhe për të gjithë fermerët e tjerë, sepse është një mundësi e bukur që vjen vetëm një herë në jetë. Mos e harro kurrë, se Zoti na i mban zemrat e lidhura fort dhe ai është bariu ynë, asgjë nuk do të na mungojë. Të dua Andoeli im, e vogla jote, Kleja. Shpirti plot, Andoela? Me thonë drejtë nuk kam fjallë, zakonisht jam shumë llafazan, po në këto momente nuk kam që themo. Edhe... Ti në fakt ato notat e tua të romantizmit, na i tregove, unë të paktën ashtu e pash në prajmin e kaluar. Të pash një djalë shumë të dashuruar. Po, vërtet është. E vërtet. Dashuria për mu, le të themi, është ndjenja ma hynore, më thonë nuk është njerëzore, për është hynore. Edhe unë jam shumë i bekuar, më thonë drejtën, që gjatë gjithë jetës time
kam qenë i rrethuar nga dashuria, qoftë familjare dhe qoftë edhe me klientë. Dhe ashtu qoftë gjithmonë, Anduel. Tani dua të rikthehem tek pika jote e top, tek nëna, Po, tek mami, tek sakrificat e saj, e të dy prindërve, por e di që ti ke bërë edhe një këngë dedikuar mamit, apo ja? Po. Me thonë drejtën, nana është, s'ke që thumë mua, u i thonë nanë nuk... Baron aty, e vërtet. Ama ka qenë fati madh dhe bekim për familjen tonë, është burnesh, është mjeritore, do më thonë është njëri do më thonë që ka qenë gjithmonë, edhe bashkë me babën do më thonë kanë qenë, le të themi, ne kur njerë në familjen tonë nuk kam dëgju një debat nga mami dhe babi, gjithmonë debatet, hallet, problemet që ka pas shtëpia gjithmonë i kanë diskutuar me njëri tjetrin në dhomën e tyre dhe asnjëherë nuk kena qenë pjesë e asnjë lloj debati në shtëpinë tonë. Kjo gjë le të themi na ka bë me kuptu, domethënë që çdo lloj problemi, çdo lloj sakrifici, çdo lloj gjoje është e zgjidhshme. Edhe baba duke qenë që ne 6 fëmijë ka qenë gjatë gjithë kohës në punë, duke u përpjek si mja dal, bashkë me mamën. Mama ka qenë ajo që ka qenë le të themi më shumë në kontakt me ne. Edhe domethënë për çdo hall, për çdo gjë që kena pas shqetësim ka qenë nana që i dëgjonte shqetësimet e tjera. Edhe ka qenë ajo që na jep të zgjidhje, herë na jep të zgjidhje kur ishim gabim, herë na jep të zgjidhje kur 6 fëmijë, Anduel. Po. 4 vajza, 2 djemë, 4 motra, 2 vëllezër. Për këtë ka marrë më shumë malli ty? Për të 5 nga marrë malli, absolutisht. Mu më ka rritë motra madhe, na ka rritë gjithë në fakt, sepse duke qenë që ishte ma madhe ne, ajo ka pas i fije kështu. Po më ka marrë shumë madhe dhe për motrën e vogël, është në Francë, atë e shohim pak më rrallë, nga që është proces dokumentash edhe gjanash edhe por për gjithë, nuk e di. Tani, duke qenë se malli të ka pushtuar, unë them është e kohë të mbaj shumë gjatë, është mirë të vra poshtë drejt shtëpisë qendrore tek living. Je malli. Në lodhët. Zonja Gjelina, mirëmbrëma! Mirëmbrëma, Luana! Ku përse marrë këtë parfumi? E keni ndjekur Anduelin do pak? Për ditë e për natë. Si të është dukur? Po mirë, më i Luana, mirë. Kshu impulsiv është ky, a? Si dhe se nuk të gjë. Është kshu impulsiv, po e pyes mamin? Gjithmonë? Ka qëma. Nërmolle se është impulsiv, që kam gjama mi të tila. O zjarë, ja jeni zjarë të dy. Si kanë qitë? Mirë. Opcione, dekë, më lirë, sot. Qa, Bobi? Mirë gjithë. Si janë 5 shë tjetër. Mirë gjithë janë. Zavo gjithë, familje. Mirë gjithë. Si e ti? Klesër. Mirë si moda, të falat ba. Si e ti?
Mirë. Gjithë vjekun 24/7. O, dek, Robert, 24/7. Nona. Nona mirë, babi mirë, Azha mirë gjithë, dojt njekun të gjithë. Si janë? Kanë bot fola, tezja, hallat, gjagji, gjithë. O, dek, Zaki. Shoqnijat me shtetin. Përkarësi. Kryzio. Ti vazhdo. Së mërë. Mirë. Trego vetën ku hje. E tërgum dhe 6 ditë, se që e tërgum. Ma i qetë, jo dhe shumë nerva. Që i nerva kena me thënë drejtën, po. Ma qetë. Po. Je djalla s'ka. O, dek. O zonja Gjelina, thuaj se më përtet në çdo prajm. Unë nuk kam pak shu. Pak mirë ma kopo. Por ju ngacmoj. Tani, kam përshtypjen se në rast se i tha çfarë kishim për të thënë, se edhe shumë minutazh nuk kemi për t'ju lënë me njëri tjetrin. Kam përshtypjen se Andueli ka ndonjë dëshirë për të njohur ty edhe me fermerët e tjerë, se ju kishit 6 fëmijë, po më duket të jo shtuar tani pjesa e fëmijëve me motra e me vlezër. Keni Andrean për shembull. Isha dëshirë ti takoj gjithë. Të gjithë janë të mirë Luana. Kë doni të takoni ju për shembull? Mirë këto janë për luaj. Të gjithë. Pa përjashtim. Atëherë, Anduel, merre mamin dhe shkoni tek arena e jashtme. Okej. Faleminderit Luana. Faleminderit ju. Zemër, jemi. Mirë se kalove ti. Mirë. Mirë se gjetëm. Ja, ku keni. Anduel, Po, Luana. besoj që arrin të shohësh që aty është një stage i vendosur apo jo. Po, bra. Dhe nuk është për askën tjetër përveç se për ty që do të na emocionosh sonte të gjithëve, teksa performon këngën për mamin. Okej. Shumë faleminderit. Këngën Nan, titulluar. Maj edhe mamin të skena. Elinora. Si e ku një? Andrea si e? Mirë, si e ti? A je mirë? Ashtë po. Andre, një pjatë të tepër në shpinë tuaj. Jo, ty, se ta që kanë dhe një motë dhe një vlla. Hajde, mama. Aty ta këndoj këngën dhe ta dedikoj ti. Po, Luana. Fillojmë. Fillojmë, jemi gjithë e vesh tek ju. Anduel Kovaçi, uroj që ky të mbetet një kujtim shumë i bukur për të dy ju. Na keni emocionuar edhe besoj që ashtu bashkë keni prekur shumë zemra. Shumë faleminderit, Luana. Faleminderit Luana. Nuk e di domethënë, nuk kam fjalë, kanë marrë fjalë me thënë drejtën, po mi mur mama. Tani të më vjen shumë keq që t'ju ndaj me njëri tjetrin, një përgjafim i fundit dhe dua që të gjithë të ktheheni tek arena e brendshme. Do vim. Po 3 banorë e reja, po 3 banorë me ju. Okej. Tako këto mu më tako të fundit. Më jep dorën këtyn edhe. Suksese e fitoft më i mirë o Zot. Suksese. Më i mirë e fitoft. Faleminderit, pasi shëndet. Garet disa të mundi. Big Mama. Kjo, kena vërtet. Po jam t'ju po. S'kene për mi kalzot. 24/7 aty më keni. Suksese për gjithë. Po babin, Më i mirë, po për kam thënë kur. Bëjt fala gjyshes. Suksese. Suksese Fitoft më i mirë. A ke prush gjatë? Po, gjo. Suksese. Më po lokete. Për të falë për gjithë. Apo do të të Sa gjithë. Sa me qetë, sa... Me marrë me lang, ha? Me lang. Shumë faleminderit. Kthehemi shpejt tek arena e brendshme, ju lutem. Hajde, mam. Faleminderit Luana. Faleminderit zonja Gjelina. Luminola. Kthehemi në studio. Ma po të leja, ne? Qa? Edhe babin. Bravo. I mrapsht. Nënat,
Edhe universi është i vogël para tyje. Të dua, mam. Ku e ka mami? Unë më erdha me këtë qëllim sonde. Unë i them të dua, mam, Frederiku do të ku e ke mamin. Unë nuk vi mua. Do, si s'është po më. Frederiki i mam. Po du të me pa fabrikën, moj. Ku atë është gara këtë bugra. Do të të lejoja të tregojë histori. Punishten, Si e njeti mamin, se na ke për kurios gjithve. Po mami, du punishten e. Zot Frederik. Aja mam katile që ka po veç 3 femna bugra. Me mush botet, me 1 milion. Ka po 4. Pa mirë, shfare. Ato 3 ke pati atë ditë që na pe. Pa pra. Ke të drejtë. Sa mirë i ka rritur edukuar.